Shikuese Nur Media, përshëndetje. Debati publik mbi protestat të ardhmen politike të vendit, por tashmë edhe mbi rolin e klerikëve në aktivizmin politik apo në debatin shoqëror mbi ngjarje të ndryshme në vend, ka gëlluar ditët e fundit në Shqipëri. Për të folur mbi situatën në Shqipëri, për protestat dhe jo vetëm, sot kemi të ftuar teologun Vladimir Kera. Zoti Kera, faleminderit që jeni me ne sot. Faleminderit dhe juve shumë për ftesën. Si e lexoni situatën politike në Shqipëri me protestat e tanishme që kanë më shumë se 3 javë dhe që e kanë, si të themi, shkundur opinionin publik në Shqipëri, por jo vetëm, edhe ndërkombëtarisht? Shikoj nderuar, pari faleminderit për ftesën. Së dyti neve tashmë si teolog deri diku për arsye edhe të vetë strukturave moderne që jetojmë, ne i kemi karriget e përcaktuara ku ulemi. Dhe si të tillë shpeshherë në momentin kur dalim të flasim për çështje të tilla, mendoj fatkeqësisht keq kuptuar edhe koncepti i të drejtës për fjalën apo koncepti i klerikut në tërësi se ç'pozicion ka. Neve na kanë caktuar një karrike dhe jemi detyruar të ulemi, edhe nuk në farë forme na e marrin për test momentin kur flasim për çështje jashtë asaj karrike që na kanë ulur. Të mendoj që pikë pare duhet të bërë një sqarim i tillë. Është tjetër një teolog të përfshihet në politikë të drejtë për drejtë, është tjetër një teolog të flasë për çështje që shqetësojnë popullin, shqetësojnë njerëzit, shqetësojnë shoqërinë, pra siç janë të drejtat, liritë, meritat, detyrimet, përgjegjësitë, gjithë secilin në këtë vend apo në këtë shoqëri që jetojmë. Dhe për këtë arsye i nderuar, ne si thuash, është e nevojshme që të sqarojmë një herë këtë pozicion. Në momentin kur ne flasim për një padrejtësi, në momentin kur flasim për një mungesë lirie, apo për një mungesë mirëqenie, apo për korrupsionin, apo për gjëra të cilat nuk shkojnë mirë në një vend, kjo nuk është politikë, kjo është të flasë për të drejtat bazike qytetare, për atë për cilën nëse shpletohen të gjithë librat e shenjtë, ne do gjejmë zë aty sa duash. Gjë për cilën tashmë neve dhe na keq kuptohet nga njëherë si pozicion, sikur kemi një qasje politike quhet. Kjo është qasje tipike qytetare e domosdoshme njerëzore. E dyta unë e shikoj këtu. Ne kemi një histori të shkuar i nderuar. Domethënë historia e shkuar neve nuk na ka lënë pa background, edhe pa krijuar disa klishe në kokë. Pa krijuar dhe disa po themi stereotipe, disa që kur na duhen, i përdorim ashtu si duam. Pra, në moment kur unë dua të godas dikë, mund t'i them dhe komunist. Në një moment mund t'i them edhe ti je liberal zotni, ti nuk ke kufi, mund t'i them edhe je besimtar. Çfarë s'mund t'i them? Pra, e vendos një kallëp. Dhe duke vendos një kallëp caktuar, unë përpiqem që ta stigmatizoj, ta godas nga i herë, por dhe herë edhe ta përdor në atë rol që më duhet. E treta gjë dhe unë i përgjigjem pyetjes tënde, ne këtu do të anashkalojmë të gjithë llojet e individëve, ne po flasim për një fenomen qytetar. Pyetja është, a kanë të drejtë qytetarët të protestojnë? Pa diskutim kanë drejtë. Në çdo lloj pikpamje logjike, demokratike, njerëzore, normale, fetare si duash, qytetarët kanë të drejtë të protestojnë. Pra, të shpalosin zërin e tyre publik në një audiencë shumë më të gjerë herë kur nuk dëgjohet. A ka individ të caktuar brenda këtyre qytetarëve? Patjetër, çdo njeri ka dalë për hallin e tij, çdo njeri mund të dalë për shqetësimin e tij. Por në raport me qeverinë, ne si qytetar nuk është puna se po kundërshtojmë thjesht qeverinë. Ne mund mendoj që e ndihmojmë edhe një qeveri të urtë të pjekur, e cila don të dëgjojë zërin e qytetarëve. Ndihmojmë sepse i tregojmë në një formë të drejtë për drejtë se ku është problemi dhe si mund të rregullohet. Në këtë moment unë besoj që është më se e drejtë dhe është shumë e kërkuar dhe her pas herë ndodh qoftë edhe pas një arsye që qytetarët duhet dalin në shet dhe t'i thonë qeverisë që shiko, ne jemi këtu dhe duhet na kesh në konsiderat kur bën ligje, fëmijët i kesh konsiderat, të rinjt, punëtorët, profesionistët, pleqtë me radhë, gjithë duhet i kesh konsiderat. Ju dolët vetë aty, pasi doja dilja pak më pas, por kryeministri Rama vetëm këtë javë së fundi u shpreh se
klerikët duhet të qëndrojnë në xhami dhe jo të dalin në protestë. A është kjo një deklaratë e një lideri të një qeverie të matur dhe të pjekur, siç thatë ju? Shiko, unë nuk du të merrem fare me individin, sepse problemi është të nderuar, që ne kur flasim për shtet, pikërisht të ndarje bëjmë, se nuk flasim me individ, ne flasim për një sistem i cili ka rregulla, ka ligje dhe ka një kushtetutë dhe ka një filozofi shtetbërje. Filozofia shtetbërjes është që ne jemi shtet me rregulla demokratike, pra që çdo njeri minimale ka drejtën të flasë, por atë të drejtë të cilët i është dhënë atij, pra flet për atë gjë të cilën atij i takon. Kjo nuk do të thotë që ka drejtë shpif, por ka drejtë flas. Në momentin kur një qytetar i këtij vendi, kushdo qoftë ai, pra është prift apo është mjek, është mësues apo është inxhinier, nuk mund të thuash mos fol ti se ti je mjek edhe hiq shko fol ke spitali, se kështu i bie filozofia, më kupton. Pra, atëherë mjeku nuk ka drejtë flasë sepse duhet na flasë ke spitali, mësuesi let na flasë ke shkolla, inxhinieret na flasë ke objekti, po mirë, po për çështjet e përgjithshme kush flet? Pikërisht këto janë individët që e pasurojnë një sistem demokratik, sepse është zëri i gjithë këtyre njerëzve që flasin. Targetimi i hoxhallarëve specifikisht, un kam përshtypjen që është thjesht ajo që un fola më parë. Është vendosur një target group në mënyrë që të jetë më lehtë e zhurmshme çështja. Sepse kam folur edhe priftërit, kam folur edhe profesionistët, kam folur edhe njerëz të tjerë të grupeve të ndryshme. Mirë po, mendoj unë që qeveria nuk ju qas tyre grupeve specifikisht duke ju thënë që ju mos flisni sepse nuk e keni rolin tuaj. Aq më shumë kur klerikët dihet, të paktën klerikët, në mënyrë të vazhdueshme duhet të ngrenë zërin e qytetarëve përballë pushtetit, që është detyrë të gjithë profetëve nëse kthehemi dhe lexojmë, e gjithë njerëzve të urtë minimumi zërin e të dobtit janë përpjekur ta shpalosin në një audiencë më të lartë që t'i dëgjohet. Dhe kam përshtypjen që kjo që qeveria ju qas, sepse nuk kam bëj me individ parë, qeveria që ju qas kësaj lloj fryme, mendoj që nuk i shërben demokracisë këtij vendi. Nuk e pasuron pra nderuar, nuk e bën më qytetare, më të lirë dhe nuk e bën më demokratike gjën. Pra unë mendoj që e kthen më shumë personale, e bën më shumë lokale dhe si duket e bën edhe një farë forme më shumë kështu gjuhëtje të verbër, që më theme, ka dalë një verbër dhe gjuhë. Po pikërisht, në fakt, këto vitet e fundit kemi vënë re një lloj afrimit kryeministrit me komunitetin e besimit musliman në Shqipëri, qoftë nëpërmjet iftareve apo eventeve gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, apo qoftë edhe her pas here duke cituar vargje kuranore. Ky lloj sulmi qoftë edhe ndaj individëve, a mund të shihet mbase edhe si një lloj distancimi i tij dhe një lloj përpjekje për të mobilizuar forcat e tij politike për të mbrojtur atë qeverisin e tij në një moment të vështirë, qoftë duke sulmuar një grupim që i përket shumicës fetare në Shqipëri. Kam përshtypjen që në këtë moment ne si klerik, pra si teolog, duhet jemi sa më shumë racional, jo emocional. Që do thotë, Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, nëse i ka respektuar besimtarët, mbi të gjitha ka respektuar veten e tij, sepse ka marrë në konsiderat çfarë do lloj përgatisie që ka dikush, apo besimi që ka dikush dhe ka respektuar. Pra ka respektuar veten reciprokisht, pra drejt për drejt është kthyer tek vetja e tij. E dyta që është, unë mendoj që në këtë moment nuk i merret për bazë kryeministrit qasja, sepse duket që është qasje thelbësisht individuale. Dhe kam përshtypjen që nuk e ka me Islamin në tërësi, por po përpiqet që me individ caktuar të shpreh atë pikpamjen e vet rreth kësaj proteste. Por unë mendoj që dhe kjo nuk i bën mirë shtetit. Nuk mendoj që na ndihmon neve si demokraci për te individit, se kush është. Po neve si demokraci nuk na ndihmon dhe këtë mendoj që është problemi jonë. Kryeministri ka përdorur shpesh fjalime publike, ka marrë dhe fjalime specifik fetare dhe nuk ka thënë kush që kryeministri ka ndërhyrë në çështjet e klerikëve në këtë pikë dhe ka luajtur rolin e klerikëve. Përkundrazi kryeministri ka shkruar dhe një libër
me ato që ka majt në iftaret e veta, pa me fjalimet, dhe përkundrazi nuk ka thënë ndonjë që kryeministri ka hyrë në kompetenca dhe klerikëve dhe i ka dhënë zotit një dimension si që mendon ai, por është konsideruar që si një përpjekje e tij personale dhe është respektuar pavarësisht kritikave të veta. Unë mendoj që kjo nderuar nuk na ndihmon neve si shoqëri, e cila memorien rreth sistemit kaluar nuk e kemi të largët. Pra, automatikisht një sjellje e tillë mund të keq kuptohet si një cënim i drejt për drejt i figurës së hoxhallarëve, mund të keq kuptohet edhe si një po themi ne një rrëshqitje momentale e direktivës shtetërore, që nuk mendoj që është e urtë, por ajo që duhet jetë e qartë është kjo. Klerikët e kanë për detyrë fetare, të paktën sipas kësaj që ne e njohim kaq mirë, që të përfshihen në çështjet publike përderisa flasin për çështje të vërteta, të drejta, që i na përfshin si qytetar dhe si bashkomas këtij vendi. Në momente kur klerikët shfaqin një lloj militantizmi ndaj një partie dhe kundër një partie tjetër, apo bëhen militant ndaj një rrymë kundër një rrymë tjetër, këtu pastaj është diskutohet dhe roli që ka marrë kleriku, që për mendimin tim futet në rol të gabuar. Ne këtu s'po flasim as për militantizëm, nuk po flasim as për diskutim ndaj një partie apo një tjetër, po flasim për një të drejtë qytetare, për të thënë njeriu të lirën e vet. Për të qenë i lirë për folur, për të qenë i lirë për të shprehur për këto probleme që i kemi si qytetar të këtij vendi. Pastaj brenda xhamisë unë jam i detyruar të ruaj dhe të jemi kujdesshëm ndaj rolit që kam brenda xhamisë pa diskutim, sepse ajo ka shenjtërinë e vet. Ndërsa në rrugë jam si qytetar. Dhe tendenca për të më shfaqur si klerik edhe në rrugë, pra në kuptimin për të më kufizuar, mendoj që nuk është e drejtë. Ku është kufiri midis predikimit fetar dhe aktivizmit politik në këtë pikë? Kufiri është ky. Varet se për çfarë çështje flasim pra. Pra unë nuk po flas që ti kjo parti se jam me një parti tjetër, apo mendoj që kjo parti është më e ulët se kjo parti, unë po them që korrupsioni po dëmton këtë vend. Vendosja e njerëzve pa meritokraci në poste publike e shem vendin. Lejimi i vjedhjes pronës, i rishfetit, i korrupsionit, i këtyre gjërave na dëmton gjithë si qytetar. Kam përshtypjen që kjo është të merrsisht shumë e qartë. Se unë po flas për çështje publike. Është tjetër kur unë flas për militantizëm pra, kur flas për një parti apo kundër një tjetre, i maj krah një politikani për të rryer një politikan tjetër. Kjo duket që është partijake, është militanteske. Ndërsa në momente kur flas për një të mirë publike, apo për një dëm publik që po na ndodh, absolutisht u flas totalisht si qytetar. Sepse edhe shteti kur niset ka shime, më niset si qytetar i këtij vendi, kështu më kërkon taksat, kështu më kërkon të ruaj kushtetutën, kështu më kërkon të zbatoj rregullat, si qytetar i këtij vendi nuk është të më thotë për shembull fakti që ti je klerik, nga 20 nenet kushtetutës nuk ka problem për ty, vazhdoj. Jo, të gjithë jemi të barabartë përballë kësaj kushtetute, sigurisht të gjithë kemi të drejta dhe detyrime pra, si qytetar. Pastaj, pozicioni im në objektet e kultit, si imam apo si prifte me radhë, ajo është një gjë të cilën ne i dim shumë mirë detyrat tona dhe mënyrën se si predikojmë dhe çfarë thonë librat e shenjta. Atëherë si e komentoni faktin që figurat të komunitetet të tjera fetare, qoftë këta dhe klerik, janë pjesë e kabinetit qeveritar dhe janë aktivizuar, kanë qenë shumë aktiv edhe në fushata elektorale për partinë në pushtet? Unë kam komentuar tillë, kam bërë edhe një herë tjetër një debat. Për mua nuk mundet një klerik tjetër dhe partijak. Pra një nga këto dy është ose është politikan ose është klerik. Është e pamundur t'i bëjë të dyja. Nëse me politik, në këtë rast, kuptojmë angazhimin në një parti të caktuar, për të ruajtur një krah të caktuar, apo për të mbajtur interesat e një grupi, po themi qeveritar apo parlamentar caktuar. Nëse përfshirja, pra përkufizimi me politik tashmë publike, në çështjet e interesave të përgjithshëm, për të ruajtur dëmin e përgjithshëm,
për të interesuar për të mirën e përgjithshme të qytetarëve, pavarësisht grupit partijak që është, kjo është tashmë përfshirje publike, këtu duhet të jenë klerikët, për mendimin tim. Nësa përfshirën e një parti, përfshirën e një kështu, kjo nuk është më klerik zotëri, është politikan. Në rregull, ka heq petkun e klerikut, ka vazhdu politikën, të vazhdoj, po nuk është më si klerik atje. Është si politikan. Klerik ishte dje, sot është një politikan i cili do të ruaj interesat e grupit parlamentar që përfaqëson. Si e komentoni indiferencën ndaj gjendjes së sotme politike dhe shoqërore në Shqipëri të disa klerikëve? A mund të konsiderohet si indiferencë morale heshtja e tyre? Shiko, unë nuk dua ta shikoj si të tillë. Unë mendoj që duke qenë se ne këtu në Shqipëri jemi në një fazë tradicionale, që do thotë qasjet duke ne nderuar janë individuale, pra që po ke vënë re ti institucioni është shumë i zbehtë në çdo lloj drejtimi dhe dikush e gjykon që përfshihet, dikush e gjykon që mos përfshihet, kam përshtypjen janë gjykime personale, individuale dhe gjithë secili po mban një farë lloj forma të pozicionin e ka thelbësisht individual. Sepse kështu i qaset edhe për shembull mund bën përshtypje në çdo lloj institucioni po të shkosh, duke tu tek ne varet shumë nga personi që është në krye të institucionit. Pra nuk është sistemi ai që ka njësër rregullash që zbatohen, ndiqen me radhë dhe pavarësisht individit që vijaj merr jetë. Tu tek ne institucionet janë shumë të zbehta dhe çdo klerik tu ka, unë shikoj ka thelbësisht qasje individuale. Pra nuk është se dikush ka marrë një rol për të ulur një tjetër, apo një tjetër nuk e ka marrë këtë rol se ka një gjë, jo, thjesht unë shikoj, kështu e ka menduar, kështu ka vepruar. A ekziston frika se çdo identitet musliman në përfshirjen e debatit publik mund të etiketohet si radikal apo problematik në Shqipëri ende? Unë mendoj që shoqëria jone ka tejkaluar këtë. Në raste të caktuara kur mund të duhet, mund të përdoret, pra si thua bëhet si histori me porosi kjo gjë, por si shoqërinë e kemi tejkaluar. E kemi tejkaluar sepse unë shikoj nga mënyra se si edhe vetë, po themi, shoqëria intelektuale e lirë, por dhe një pjesë mirë dominante se si respekton zërin e klerikëve dhe shpeshherë dhe naftojnë që jemi pjesë të rrezave të tyre për të bërë bisedime të ndryshme, por në momente kur duhet edhe mund të përdoret, nuk është se unë e përjashtoj, por shoqëria jonë unë kam vënë re që e ka tejkaluar disi këtë. Është shumë e pjekur, është shumë e hapur, është shumë më gjithë përfshirëse, e shikon që zëri i klerikut është edhe i nevojshëm, sepse ai jep një pikpamje të re, ofron një dritare të re për të parë gjërat, dhe tek shoqëria nuk vrehet kjo. As në institucione nuk është vrejt kjo gjë kurrë, përkundrazi mendoj që individet në institucione goxha respektojnë sot klerikët, por në raste të caktuara kur duhet edhe mund të përdoren. Cili është qëndrimi juaj mbi terapit hormonale, sidomos në ato me minorenët, apo edhe fakti që fondet publike mund të përdoren për këto terapi, në kohën kur e dim se çfarë janë mungesat në spitalet tona, mungesa e barnave, mungesa e shërbimeve të ndryshme, për shembull onkologjiku, që është nga më të rëndësishmet ku njerëzit po vuajnë sëmundjet kancerogjene. Si e komentoni këtë? Unë kam bërë dhe më përpara me zëvendës ministre një intervistë të tillë, pa kam qenë në një debat televiziv. Ajo që kam shprehur dhe e shpreh sërish është që për çështje të rëndësisë së veçantë, për të cilat nuk kam të bëjnë thjesht me sot, por ata kanë bëjnë sot, nesër edhe për ndërtuar një filozofi për këto qytetarë që banojnë këtu, për këto njerëz, duhet domosdoshmërisht referendum popullor. Pra duhet pyetur e gjithë shoqëria shqiptare se ku dhe si duhet t'i përdor paratë e saj, të cilat i lë në formë taksash, ja drejton shtetit ton, i dorëzon tek shteti jon që ai t'i përdor me mirëbesim edhe për çështjet që i shërbejnë kombit ton, vendit ton. E dyta është një përpjekje për të për të mos marrë në konsiderat, duke mos dashur të përdor fjalën për të ofenduar traditën e shqiptarëve,
që janë me familje të rregullt, njohin dy gjini. Tradita jonë është shumë e pasur dhe e konfirmuar tashmë brez pas brezi se çfarë konsiderate kemi ne për familjen dhe ç'konsiderat kemi ne për mashkullin, për femrën dhe si kemi ndërtuar në shoqëri dhe ç'e respekt dhe ç'pozicion ju kemi dhënë. Në një farë forme nuk merren në konsiderat as tradita e këtij populli, por një grup të cilin ne nuk e dim se kush është dhe sa janë. Pra, këtu është komplet një nevojë që dalë ke pika e tretë. Pa nuk është se ne kemi një problem madhor dhe kemi ngretur një shqetësim publik të madh dhe i kërkuam një zgjidhje shtetit, por në këtë rast mendoj unë që shteti ka ngretur një ide dhe kërkon ku është problemi. Edhe nëse nuk del problemi, po ai e ka shfaqur sikur kjo ekziston si problem real. Dhe kjo mua më shqetëson, sepse nuk është se na erdhën një statistike jashtëzakonshme dhe kishim probleme të mëdha. Të këtij vendi siç kemi me kancerin dhe nuk kemi ilaç, apo siç kemi me problemet e tjera që janë evidente, aktuale, prezente dhe kërkohen për ditë, dhe po kërkojmë ilaçin, ndërsa këtu për shembull shpikët ilaçi duke mos zgjedhur se kush është i smuri dhe ai ta kërkojmë rrugës. Dhe e katërta dhe e fundit në këtë çështje është se nëpërmjet diskursit që ndërtohet, pra kur shteti ta flet një fjalë të tillë, dalgadal ta flasin mjekët, dalgadal e flasin mësuesit në shkolla, dalgadal fillon dhe predikohet në audiencën publike, edhe nëse nuk është një ide e tillë, një fëmijë, një i ri e dëgjon prej figurave më me reputacion këtë vend, që duhet ishin normalisht, dëgjon një gjë që mund t'ia vendosë në konfuzion identitetin e atij gjinor, pra po themin, se kur ta thot një mjek që shiko se ti më mos jesh ai që je, kur ta thot një mësues, kur ta thot një ministër, kur ta thot shteti, u kam përshtypjen që vendos në konfuzion një grup, pra mund të vendos në konfuzion ato njerëz që janë me depules ose janë shtresa vulnerabile, që mund përdoren nesër edhe për interesa të caktuara, shtresat më dobta për këtë gjë. Cili është mesazhi juaj për ata muslimanë që ndihen të papërfaqësuar në debatin publik në Shqipëri? Mesazhi im, shiko, muslimanët e para këtu janë, unë mendoj që nuk duhet ndarë nga shoqëria, pra ne jemi shoqëria. Mesazhi im është ky, neve duhet na shqetësojë ajo që shqetëson shqiptarët. Mua, gjithë besimtarët, gjithë muslimanët dhe jo vetëm, duhet na shqetësojnë ato gjëra që shqetëson popullin tim. Nëse një qytetar i këtij vendi shkon në spital dhe nuk gjen një ilaç, unë mendoj që duhet jemi të gjithë shqetësuar. Nëse një fëmijë në këtë vend nuk ka mundësi të shkollohet, ne duhet të shqetësohemi gjithë. Pra, ne kemi dhe duhet kemi dhe do kemi në mënyrë të vazhdueshme shqetësimet e popullit tonë. Kur populli jonë është keq i nderuar, nuk ka mundësinë të jemi mirë, dhe kur populli jonë ka një problem, nuk më duket as etike para Zotit, që ne të ndjehemi sikur s'na ka gjë. Ne duhet jemi me popullin, me njerëzit. Aty ku ka probleme me njerëzit, duhet bëhemi gjithë bashkë të suportojmë, të ndihmojmë. Prapë edhe një herë thash për ta ndihmuar këtë vend, edhe shtetin e ndihmojmë, nëse shteti ka urtësinë që të dëgjojë, ka pjekurinë që të ulet dhe të kuptojë që ku i ka problemet e veta, sepse kam përshtypjen që të gjithë bashkë ne ndihmojmë edhe vetë shtetin të kuptojë që këtu çdon gjëja, këtu ka krisje këtu. Çfarë këshille do t'u jepni të rinjve që duan të jenë aktiv në jetën publike, por pa humbur identitetin e tyre fetar? Nuk mendoj që ka ndonjë përplasje mbi të gjitha, ne do të kemi nuk mendoj që ka ndonjë përplasje mes angazhimit publik dhe identitetit fetar. Sepse qëllimi i fesë i nderuar është e drejta, është e mira, është e bukura, është e vërteta, është ajo çka është e moralshme, është e sinqertë, është me djers, është me mund, është me përpjekje. Kjo është feja. Për këtë arsye, duke ditur mësimet e vetë fesë, edhe të rinjt në diskurin publik, duhet të flasim për drejtën, për të vërtetën, për të ndershmen, për të moralshmen, për përpjekjen, për mundin, për të qenë sa më aktiv për të mirë dhe asetet e këtij vendi. Nuk ka ndonjë ndarje, pra, dhe unë jam për këtë që të rinjt duhet kuptojnë shumë mirë që qëllimi i fesë është e vërteta, është e drejta. Pra, qëllimi i fesë nuk është vetë feja. Është që njerëzit të gjejnë të drejtën, të gjejnë të ndershmen, të gjejnë të moralshmen,
të përpiqemi bashkërisht për të ndërtuar një shtet të së drejtës, të së vërtetës dhe të moralshme, pra të jetë një shtet që bazohet në njerëz profesionistë kualifikuar dhe njerëz të cilët janë pa korruptuar dhe që punojnë dhe përpiqen për të mirat e përbashkëta të vendit. Zoti Kera, faleminderit që ishit me ne sot. Shumë faleminderit juve.